Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë. Ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun që të jemi prej pasuesve të tij të sinqert, prej atyre të cilët rrasin rrugën e tij me sinqeritet dhe prej atyre të cilët vdesin rrugën e tij duke qenë të sinqert. Vëllezër të nderuam, vazhdojmë sonte me dersin e 13 të radhës, me përkatësisht me dersin e 5 në kapitullin e namazit. Sonte inshallah me lejen e Allahut do të shpjegojmë 3 nën kapituj të namazit, të cilët janë gjërat që e prishin namazin, mekruhatet e namazit, gjërat që urrehen në namaz, edhe salatu tatawwu, namazi vullnetar. Këto janë 3 nën kapitujt e radhës që me lejen e Allahut sonte do t'i shpjegojmë atë sa na mundson Allahu. Vazhdon shejku dhe thot tubtilu s-sala bi tarki ruknin aw shartin. Do thot jemi te gjërat që e prishin namazin. Thot edhe prishet thot namazi me lënien e një rukni ose sharti. Kemi thonë që rukn është kushti brenda namazit, ndërsa sharti është me shart është për qëllim kushtet parahyrësit namazit që i kemi përmend ato 6 copa. Domethënë prishet namazi me lënien e njërës nga këto, qoftë kusht parahyrës i namazit, qoftë kusht brenda namazit që rukn që e kemi thujt. Wa huwa yaqdiru alayhi 'amdan aw sahwan aw jahlan idha lam ya'ti bihi. Thot ndërsa ai ka mundësimi i bën këto. Mirë po i lën qoftë qëllimisht, qoftë nga harresa edhe qoftë nga paditëria. Nuk i praktikon kushtin, nuk e praktikon ruknin, namazi është i pavlefshëm. Në janë i menën qësoj, ku thot shejku, qoftë qëllimisht, qoftë nga harresa edhe qoftë nga paditëria. Që do të thot as harresa, as paditëria, lënien e kushtit edhe lënien e ruknit nuk e arsyeton. Për shembull, kemi thonë që kusht është pastërtia, më thonë me abdes, ose me u fal me rroba të pastërta, mos më pas pa pastërtin të. Ai është fal duke mos i ditë, namazi i tij është i pavlefshëm. Kur ta merr vesh do të më përsërit. Për shembull, është fal jo në drejtim të kibles, namazi i tij është i pavlefshëm. Për shembull, nuk ka marrë tekbirin fillesor, që është rukn edhe nga paditëria, qoftë edhe nga harresa, mirë po se ka përsërit, atëherë namazi i tij është i pavlefshëm. Domethënë ruknin edhe shartin është me rëndësi me kuptu që paditëria edhe harresa nuk e arsyeton. Domethënë nëse lihet një pika e parë është nëse lihet një rukn apo shart, qoftë qëllimisht, qoftë nga harresa, qoftë nga paditëria, namazi është i pavlefshëm. Thot wa bi tarki wajibin amdan. Ndërsa prishet sani tjetër që e prish namazin është lënia e vajibit qëllimisht. Tash kur kemi të bëjmë me vajibin është qëllimisht. Kemi thonë për shembull, prej vajibëve janë tekbiret. Përveç tekbirit fillestar që kemi thonë në rukn, tekbiri me ran ruku, semi Allahu limen hamide, është vajib, Rabbena wa lakal hamd, ose të thenit Rabbi ighfirli, ose Subhana Rabbiyal Azim, ose Subhana Rabbiyal Ala në fillu. Këto janë vajibate apo? Nëse qëto lihen qëllimisht, thot dikush më do me bëj sejdën veç me ran sejdën, mos më thon kur gjao, qëllimisht namazi i tij është i pavlefshëm. A nëse e ka bën nga harresa, atëherë kemi thonë që e bën sefi sejdën edhe kompenzohet me sefi sejdën, namazi i tij është i plot. A nëse lihet qëllimisht, atëherë namazi i tij është i pavlefshëm. Edhe këto po duam të përmend te Hanefit, për shkak se Hanefit në disa çështje e janë më të lehtë se sa mëdhëbe të tjera në çështjet e namazit. Mirë po edhe Hanefit thonë vllazni që nëse vajibatet lihen qëllimisht edhe tek ata prishet namazi. Për shkak se konsiderohet sikurse personi është të bëhej gare me namaz.
Kështu që te çështja e vajxhibit, nëse lihet qëllimisht, namazi është i pavlefshëm. Vazhdon edhe thot wa bil kalami amdan. Gjithashtu thot edhe prishet namazi me të folurit e qëllimshëm. Edhe këtu qëllimshëm thot për shembull fol dikush diçka që s'ka të bëjë me namazin. Në lidhje me këto Shejku e përmend një argument ku thot ma herët besimtarët kanë fol në namazin e tyre. Edhe dikush i ka kërku vëllaut vet musliman për ndonjë nevojë që ka pas edhe të kon namaz. Derisa ka zbrit ajetin surën Al-Baqara që është ajeti 238 wa qumu lillahi qanitin dhe falni namazin me përkushtim. Thot fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Jemi urdhëru që të heshtim, ndërsa jemi ndalu që të flasim. Prej momentin që ka zbrit ky ajet. Ky është argumenti që ndalohet të folurit në namaz. Ndërsa gjithashtu, pse ka përmend Shejku amden, qëllimisht, do të thotë se nëse dikush fol gabimisht, fol nga harresa ose nga padituria, inshallah namazi i tij është i vlefshëm edhe nuk prishet. Kjo për shkak se ka transmetime të ndëruara vëllezër, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata që i kanë dëgjuar që kanë fol namaz nuk i ka shtimi përsërit. Kjo për shkak se ata kanë pas padituri rreth kësaj. Në lidhje me këto është hadithi i Muawiye ibn al-Hakam. Thot ka të shtitët dikush prej vëllezërve, prej sahabive në këtë rast në safën gjatë namazit, edhe ky ka thonë yerhamukallah namaz. Edhe thot kur në momentin që ka thonë tash yerhamukallah, sahabit tjerë e kanë ditë se kjo ndalesë tash veç ka ardhur se ndalohet me fol namaz. Thot edhe më kanë shikuar thot sahabit thot me shikim sikur se të vranë abdin. Thot ky në mënyrë e ka thonë vetit sikur mirë për mua çka bona unë si po më shikojnë me këtë farshikimi kaq të vrasht. Edhe i kanë bën me shaj që më shujt, mos më fol më gjatë namazit. Pasi që kanë kryer namazin, thot subhanallahu thot kë transmetuesi thot nuk kom pa thot mësues në jetën time më të mirë se sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot as nuk më bërtiti, as nuk më qertoi, as nuk më kritikoi, as më rrahi, as kur gjë thot mu afru thot më tha afër inna salatana hadhihi la yuslih fiha al-kalam shay'un min kalamin nas. Thot mu afru edhe më tha se ky është namaz edhe nuk lejohet në të që të folni diçka nga fjalët e njerëzve. Domethënë ajo që ka kuptuar nga dy hadithe që i përmendëm, që të folurit në namaz të qëllimshëm e prish namazin. Mirë po nëse dikush ka fol nga harresa ose nga padituria diçka i ka ik, inshallah namazi i tij është i vlefshëm duke u mbështet në këtë hadith. Për shkak se kanë thonë dietar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veç i ka thonë nuk lejohet me fol, mirë po nuk e ka shtime përsërit. Sikur se ta kishtime përsërit, atëherë ish kuptuar se fjalët e tij në namaz ja kanë prish namazin. Pasi që nuk e ka shtime përsërit namazin, atëherë bën se namazi i tij është i vlefshëm inshallah. Thot wa bil qahqahati, edhe me të qeshurit cilët e lëshon zon prishet namazi. Mirë po nëse buzëqeshja nuk e prish namazin. Wa bil harakati al-kathirati 'urfan mutawaliyatan li ghayri darura. Edhe me lëvizje të shumta që janë të një pas njëshme pa nevojshme. Edhe këto janë prej gjërave që e prishin namazin, edhe këto dietarët kur kanë shpjeguar këtë pikë kanë thonë do të më qenë disa lëvizje të shumta tepërta të një pasjeshme, saqë e kanë përmendur që nëse dikush të shikon prej larg nuk e din si ti je namaz. Domthon as shumë mirë duke bëu lëvizje saqë si ja përshtypjen atij prej larg se si je namaz fare. Përndryshe nëse dikush e krun mjekrën, flakt ose diçka, nuk është për gjërave që ta prishin namazin. Kjo për shkak se ka transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është fal.
duke mbajt fëmijë në dorën e tij. Kur ka rënë në ruku, kur ka rënë poshtë në sejdë, në ulje, i ka lëshu, kur është në gjit nalt i ka mojt. Do thonë ka argumente ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lëviz gjatë namazit të tij. Edhe nuk konsiderohet prej gjërave që e prishin namazin, përveç nëse janë lëvizje të tepërta të vazhdueshme që s'kan bëj fare me namazin. Gjithashtu ka argument që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka hapë edhe derën të kon namaz. Mirë po që është ajo që është e rëndësishme me ditë është që Aisha radiallahu anha ka trokit, është afruar afër derës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon të fol. Ja ka hapë derën. Mirë po dera u kon e kthy me ka kibla. Që do të thotë që edhe nëse ti lëviz, atëherë mos më shkaktu lëvizja jote, mos më ta prish drejtimin tënd nga kibla, për shkak se e kemi përmend te kushtet, është kthimi prej kiblës. Momentin që gjoksi jot u largu prej kiblës, atëherë i bën që ti nuk e ke më që të kusht, edhe namazi jot është i pavlefshëm. Domethënë ka argumente në disa raste ku lejohen disa lëvizje të caktuara për brenda namazit. Mirë po nëse janë të panevojshme edhe të tepërta, atëherë prishet namazi. Thot li'annahu fil awwali taraka ma la tatim al-ibada illa bihi wa bil akhirat fa'ala ma yunha anhu fiha. Thot ndërsa sa i përket aty në të parave, që është për qëllim që i përmendëm lënia e një rukni ose e një kushti, qoftë edhe nga harresa, qoftë edhe nga paditoria, thot e ka kryer një ibadet mangu pa një kusht. Domthon ka lënë diçka me cilën i zhdesh me u plotësua ibadet. Thot prandaj pasi që e ka lënë ato, edhe s'ka orë me to, ibadeti është i pavlefshëm. Ndërsa me këto të dyjat, thot me këto që është për qëllim me lëvizjet e tepërta, me qeshjen edhe me të folurit në namaz, thot ka vepru për shkak se ka vepru në namaz diçka që është ndalu prej saj. Ndërsa tek mekruhatet, thot wa yukrahu al-iltifat fi s-salati لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. Dhe është mekruh, është e urryer shpërqendrimi, dekoncentrimi, që është me thonë më mirë. Thot për shkak se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shpërqendrimin në namaz dhe ka thonë pejgamberi alaihi salam është një vjedhje, një grabitje që shejtani e merr prej robit nga namazi i tij. Domethënë shpërqendrimi gjatë namazit në farë mënyra të ndryshme që mundet me qenë është i urryer në namaz. Wa yukrahu al-abathu, edhe është mekruh al-abath, është kotësia, më mirë me gjëra të kota në namaz. Këtu hinë disa lëvizje të panevojshme që e përmenda më herët, për shembull mjekra, kruarja e mjekrës, flokëve, ose dikush e lëvizu nazën brenda namazit, dikush e këshyr orën ose diçka. Këto nuk janë prej gjërave që ta prishin namazin, mirë po janë prej mekruhateve, prej gjërave të cilat janë të urryera, për të cilat robi qërtohet, mirë po namazin e ka të vlefshëm. Wa wad'u al-yadi 'ala al-khasira, thot edhe është mekruh e urryer vendosja e duarve mbi bel namazin e tij. Wa tashbiku asabi'ihi, edhe me i bon gishtat, kështu që e kem përmend më herët. Edhe me i kërsit gishtat namazin e tij është mekruh. Wa an yajlisa fiha muq'iyan ka iq'a'il kalb, thot edhe me ul gjatë namazit me një ulje sikur ulja e qenit. Është për qëllim sikur na kur ulem tahiyat me i hap dy komt. Mi hap dy komt jashtë, vithet me prek direkt në tokë, që kjo është ulja që i ngjason qenit,
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar prej saj. Do të thonë edhe kjo është prej mekruheve në namaz. Gjithashtu prej mekruheve është edhe wa an yastaqbil ma yulhihi aw yadkhul fiha wa qalbuhu mustaghilun bi mudafa'ati al-akhbathayn. Thot edhe me umir ose me vendos për para, me umir për sutre, diçka që ka këto e shpërqendron prej namazit ti. E që ka hadithet ndryshme në lidhje me këto, ku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju ka vendos si një perde, që me thonë, para ti gjatë namazit ti, edhe ka pas vizatimet ndryshme që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka shpërqendru për namazit, ka urdhëru që ajo me u hek. Që do gjë që ka ti ndikon me të shpërqendru për namazit, qoftë të pihi, qoftë se gjadja, qoftë rrobat ndryshme që vendosen para teje, ose qoftë lexime, bile di Sheikh Abdullah Gjibrini e përmend edhe ato shkrimet që janë në harem në Medine, ku na i ka ra në safat e parë në harem në Medine, në xhamit pejgamberit islam me u fal, në ball i ka disa shkronja, disa shkrime që janë emrat e Allahut e disa, ti mu habit mi lezu ato brenda namazit, është prej mekruhe, edhe nuk është mirë me i vendos fare. Pastaj është e rryer me u fut në namaz ndërsa ti me qenë në presionin e nevojës, qoftë madhe ose qoftë të vogël. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la salata bi hadrati at-ta'ami wala wa huwa yudafi'u 'anil akhbathani. Nëse je në presionin e nevojës, qoftë madhes ose të vogël, nëse je në presionin e ushqimit, është vendos ushqimi, edhe kjo është me fal. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk ka namaz në prezencë të ushqimit dhe nuk ka namaz në presionin e dy nevojave. Në momentin dietarët kanë përmend momentin që shtrohet ushqimi, bile nuk e di shejku e përmend më vonë, vetëm e di se Shejku Themini e përmend tek arsyet të cilat lejohet që burri mos më dal me fal namazin me xhamat. Një prej arsyeve sheriatike është edhe kur shtrohet ushqimi. Tash kjo s'do të thonë që dikush më shtruaj çdo herë në kohë namazit që me lan qëllimisht namazin me xhamat, po nëse ka ra puna është shtruar iftari për shembull ose dreka darka në kohë namazit, atëherë ti nuk e ke vajxhib në mënyrë bjen obligueshmëria e faljes namazit me xhamat, e fal të shtëpia për shkak të ushqimit. Kjo për shkak se ti i kimet të ushqimi, nuk i kimet namaz. Ndikon në shpërqendrimin tënd. Edhe pejgamberi sallallahu ka ndaluar përmend hadithin i cili është muttafaqun alayhi. Nuk ka namaz në presionin e nevojave, edhe nuk ka namaz në prezencën e ushqimit. Thot wa naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaftarish ar-rajul dhira'ayhi fi as-sujud. Edhe kjo gjithashtu thot pejgamberi sallallahu ka ndaluar që me i shtri durt brylat e tij në sejdë. Edhe kjo është në një hadith tjetër ku pejgamberi sallam ndalon për shkak se e krahason me qenin. Edhe në mënyrë thot mos i ngjasoni qenit në sejdën tuaj. Që do të thot me i shtri durt, me i vendos durt në shplakat e durve në tokë, pastaj edhe brylat. Është ndaluar. Është për i mekruhate, të thëmë më mirë. Me i shtri durt namaz. Mirë po du të mi vendosë kështu mi qu. Kjo sa i përket gjërave që e prishin edhe mekruhatet e namazit. Gjërat e urryera. Ndërsa kapitulli i radhës, ose nën kapitulli me i thonë më mirë, është namazi vullnetar, ose namazi nafile. وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها.
thot edhe namazi më i fortë vullnetar thot është namazi i kusufit, i eklipsit. Kusuf ose khusuf që është i thush është sahih. Dietarët e kanë bërë dallimin mes kusufeve edhe khusuf. Kanë thonë kusuf është nxenja e diellit, dritës diellit, ndërsa khusuf është nxenja e dritës të hënës. Mirë po, qëllimi është i njëjtë, edhe është prej namazeve vullnetare që konsiderohet sunet, edhe është prej suneteve të forta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar vetë edhe ka urdhëruar tjerët me vepru. Wa tusalla ala sifati hadithi Aishata radhiyallahu anha. Edhe falet sipas hadithit të Aishës, sipas mënyrës që ka në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salati al-kusufi fi qira'atihi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka recitu mezan, ka fal namazin e kusufit mezan, jo sikur që e fale dreka ose ikindia. Fa salla 4 rakaat fi rak'atayn wa 4 sajdat. Thot edhe i ka bon 4 rukuja në 2 recate edhe 4 sejde, e që është për qëllim që 2 recate ka fal me 2 ruku. Namazi dhe më thonë i kusufit përbehet prej 2 recateve, në që 2 recat i ka 2 ruku. Ndërsa Sheikh Abdullah Gjibrini ka gjatë shpjegimit të tij përmend disa detaje ku ka argumente që pejgamberi alayhis salam e ka fal edhe me 3, edhe me 4, bile edhe me 5 ruku në recat. Ndërsa sa i përket faljes me 5, thot ka mos pajtime mes dietarëve për shkak se nuk ka hadith diçka të saktë që ngritet tek pejgamberi islam, mirë po janë vetëm transmetime të sahabëve, vepra të sahabëve, mirë po senedi deri tek pejgamberi alayhis salatu wassalam është jo i saktë. Mirë po a ka argumente edhe në Sahih Muslim ka që pejgamberi islam e ka fal namazin e kusufit edhe me 3 ruku në rekat edhe me 4 ruku në rekat. Pastaj prej namazeve vullnetare thot shejku wa salatul witri sunnetun muakkada. Edhe namazi i vitrit është sunet i fortë, sikurse namazi i kusufit. Domethënë nuk është vajib, se vajib thonë veç hanefit, edhe jo të gjithë hanefit. Ebu Hanifja edhe disa për tyre, ndërsa Ebu Jusufi, Muhammed ibn Hasan al-Shaybani, studentat e Ebu Hanifës të njohur, 2 talebet e tij, ata e kanë mendimin se nuk është vajib. Më thonë edhe vetë mëdhëbin Hanefi, çështja a është vitri vajib as është diskutabile. Ndërsa 3 mëdhëbet e tjera thonë që nuk është vajib. Argumente ka të shumta që namazi i vitrit nuk është vajib, mirë po është sunet për suneteve të forta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lënë as kur ka qenë vendas, edhe as kur ka qenë as gjatë udhëtimit tina. Argument që nuk është vajib është për shembull e kanë përmend dietar hafidhu ala salawati was salatil wusta. Keni kujdes ose ruani ose falni namazet was salatil wusta, edhe namazin mesatar, të mesëm është për qëllim ikindia. Nëse thojmë na që është vitri vajib, i bën që i kemi bërë 6 vajibe, 6 obligime ditore. Atëherë cili është mesi i 6-it? 6 s'ka mes. Domethënë patjetër do të më thonë 5 namaze që me pas një mes, mesi i tyre është ikindia, domethënë namazi i tretë. Ndërsa argument tjetër është ai beduini që ka shkuar te pejgamberi selam kur ka pyet për islamin. Edhe i ka thonë që ka kam unë obligime me një ditë dhe një natë. I ka përmend vetëm 5 namazën, nuk ka përmend namazin e 6 ose vitrin. Edhe në fund i ka thonë pejgamberi alayhis salam që ato që ti më i the, as nuk kam më shtu për ty, as kam më mangësu. Kur ka shku që ka thotë pejgamberi alayhis salam aflaha in sadaq. Ka shpëtu nëse e thot vërtetën. Se më thonë që përmbledhet islami me çdo 5. Edhe vitri nuk është vajib ose nuk është namaz i obliguar. Kjo
pse është sunet muakkede, e argumenton shejku, thot dawamun nabi alayhi salatu wasalam alayhi hadran wa safran wa hathu an-nas alayhi, për shkak se pejgamberi selam e ka folë të vazhdimisht duke qenë vendas dhe duke edhe kur ka qenë në udhtim, edhe i ka nxit besimtarët për foljen e tij. Ndërsa wa aqalluhu rak'athat wa aktharuhu 11. Thot sa i përket vitrit, namazi më i pakt i vitrit është 1 rekat, ndërsa mas shumti është 11 rekate. Ndërsa sa i përket mënyrës se si me fal, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salatul lejli mathna mathna, namazi i natës është 2-2-2, nga 2. Thot, dhe ndërsa nëse ti friksohesh se është të fut koha sabahit, thot atëherë bën e witr, bën e tek, jap selam në tekun tanë, në mënyrë në 1 ose 3 ose 5 ose 7 ose 9 ose 11. Kjo sa i përket vitrit. Mënyra se si me fal, shejku nuk e përmend, e dini mënyrën e mëdhëbit Hanefi, edhe ajo është argumentuar me vllazni. Shejku Thejmini i përmend vetëm 2 mënyra të sakta, cilat janë më të afërta për shkak se në transmetimet rreth mënyrës faljes së vitrit ka shumë transmetime. Ato që e përkran Shejku Thejmini thot me e fal namazin e vitrit 3 rekate me 1 selam. 3 rekate me 1 selam. Domethënë nuk ka teshehud, nuk ka ulje në rekatin e dytë. Mirë po, direkt për rekatin e dytë qohesh në kunut. Qohesh në rekatin e tretë, e këndon surën al-Fatiha, 1 sure, pastaj a me bon kunutin para rukus a mas rukus, të dyjat janë të argumentume. Bën me bon edhe para rukus edhe mas rukus. Mirë po, është më mirë me bon mas rukus, mendoj që është më mirë, më sakt me bon doan e kunutit pas rukus. Mirë po, pa pas uljet parë. E fal 1 rekat, dytin që është pa ulje, edhe tretin. Kjo për shkak që mos me ngjasu namazit të akşamit. Edhe pse Hanefit si e falin me ulje, edhe ata kanë argumentin e vet. E kanë një hadith të Aishës ku ka thonë pejgamberi alayhis salam, namazi i vitrit është sikur namazi i akşamit, përveç se në rekatin e tretë nuk ka lexim të Kuranit pas surës al-Fatiha. Namazi i akşamit ka, nuk ka, e vitri ka. Mirë po, çështja e senedit i hadithit është diskutabil, për çfarë tani ata që thonë, për shembull Shejku Themini, që thotë që nuk ka namazi i vitrit ulje të parë, thotë për shkak se ka ardhur ndalesë nga pejgamberi alayhis salam që me ngjasu namazin e vitrit me akşamin. Edhe për këto ka hadith, ndërsa ky hadith i dytë që ndalimi i ngjasimit të vitrit me namazin e akşamit është më i fortë se sa i Hanefive. Domethënë për mënyra është me e fal me 1 selam pa ulje të parë. Ndërsa mënyra tjetër me i fal 2 rekate, pastaj me fal edhe 1 rekat veç. Çdo janë 2 mënyrat e argumentuara. Wa waqtuhu min salati al-isha'i ila tulu'i al-fajr. Thot ndërsa ka ku prej vitri, ka ku prej namazit, pasi që të falet namazi i yacis deri në kohën e sabahit. E që kjo, edhe këtu do të më përmend një dallim që dallon namazi i vitrit me namazin e natës. Namazi i natës është namaz çift që falet 2-2-2-2. Edhe nuk është patjetër më kon 8, nuk është patjetër më kon 2, edhe nuk është patjetër më fal veç pas yacis. Namazi i natës bën konsiderohet edhe nëse falet më njëherë mas akşamit deri në yaci për shembull. Edhe namaz natë konsiderohet edhe nëse falesh pa vitër. Mirë po, zakonisht do të më fal vitrin. Për shkak se pejgamberi selam thotë, dhe nëse ti friksohesh se po të futet koha namazit, atëherë fale edhe 1 rekat vitër. Në mënyrë bën e tek zëje namazin tën.
والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Edhe është më preferuar thot që vitri me qenë namazi i fundit i qasaj nate, tash me thonë më mirë që përmbyllet. Domethënë për shkak se pejgamberi alayhis salam thot dhe bënë namazin tuaj të fundit vitr tek. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. Ndërsa ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush do që friksohet që s'ka mundësi që ka me fal namaz natë në pjesën e fundit natës, aleikum selam, atëherë thot le ta fal ato në fillimin e saj. Faljutir awwalahu, do të thonë le ta fal vitrin në fillimin e natës, që do të thot më një herë pasi që ta fal yatsin. Wa man tama'a an yaquma akhirahu faljutir akhira al-layl. Edhe kur do të shpreson që ka më zgju në pjesën e fundit natës, atëherë le ta lën me fal vitin në pjesën e fundit natës. Fa inna salata akhir al-layl mashhuda wa dhalika afdal. Për shkak se namazi në fund të natës është namaz dëshmues, dëshmon për ty në ditën e gjykimit dhe kjo është më e preferuar. Hadithin e transmeton Muslimi, wa salatul istisqa'i sunnatun idha darra an-nasu li faqdi al-ma. Edhe namazi i shiut është sunet, domethënë namazi i tretë radhës të namazit zullnetare, nëse njerëzit janë të nevojshëm për shi, për ujë, për bereqet. Thot wa tuf'al ka salati al-eid fi as-sahra wa yakhruj ilayha mutakhashian mutadhallilan mutadarrian. Edhe falet sikurse namazi i Bajramit në një vend të hapt, të thot në Sahra, në shkretin, mirë po sot të na është për qëllim në një vend ku është shesh ose qendër ose ku mblidhen këtë njerëzit, ose në një sallë sportive, palestre, diçka që ka nxan shumë njerëz sikurse e falin kohëve të fundit në Kosovë namazin e Bajramit. Domthonë është përafërsisht i njëjtë. Thot edhe niset për tek namazi i shiut duke qenë i nënshtruar, duke qenë i përullur, i thyer para Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot fa yusalla rak'ataini, edhe falet 2 rekate. Thumma yakhutub khutbatan wahida, fal 2 rekate sikurse namazi i Bajramit, edhe imami e mban vetëm një khutbe, jo sikurse në Bajram, që Bajrami është i ka 2 khutbe sikurse në xhumë. Ndërsa te namazi istisqa si shiut është vetëm një khutbe. Wa yukthir fiha al-istighfar wa qira'at al-ayat allati fiha al-amru bihi. Edhe e shton sa më shumë istighfarin gjatë namazi, edhe i këndon ajetet në cilat ka urdhër për istighfar. Siç janë ajetet për shembull surën Nuh, fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa alaykum midrara. Domethënë ajetet në cilat ka istighfar në to. Thot wa yulihu fi ad-du'a'i wa yastabti'u al-ijaba. Edhe është le të jetë sa më shumë këmbgulës në duan e tij, edhe mos të ngutet në përgjigjen e asaj që e kërkon. Wa yanbaghi qabla al-khuruj ilayha fi'l al-asbab allati tadfa'u ash-sharr wa tanzilu ar-rahma. Edhe duhet para se me sheku thot duhet, më mirë më thon është e preferuar para se me fal këtë namaz që të bën sa më shumë vepra të mira edhe të ruhet sa më shumë veprave të këqija. Veprave të këqija, të cilat në mënyrë e bojnë shkak dënimin, edhe të bën vepra të mira, të cilat janë shkak të zbritjes së rahmetit. Thot siç janë istighfari, teubeja, nëse ka ndonjë zullum ose padrejtësi që i ka bërë dikujt, kërkon halalin në mënyrë halashtiset,
wal ihsan ila al khalqi, edhe i ban mirë dikujt për krijesave, wa ghayraha min al asbab allati ja'ala Allahu jalibatan lirrahma, edhe veprat ndryshme të mira, të cilat Allahu i ka bërë si shkak të zbritjes se rahmetit e tij. Domethënë në përgjithësi e përmendim mënyrën se si falet, edhe në nështrimin edhe për ulljen për kushtimin që do të me pasë besimtari para falës ti namazit. Namazi i shijut falet sikurse namazi i bajramit, normal me një khutbe e tham pas namazit, edhe atëherë kur është nevoja, këto shkaqe që i përmendi për ullja në nështrimi, me u mirë sa ma shumë me istighfar, kjo ka ardhur vëllezër nderuam duke u bazu në ajete edhe në hadithe të shumta në lidhje me këto. Për shembull, thot Allahu wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Në surën Al-Anfal, për shembull, që preferohet për ajete që preferohet me lexim në namazin e shijut, është ku thot Allahu nuk do t'i dënon ata përderisa ata janë prej atyre që kërkojnë falje, që bojnë istighfar. E që do të thotë që istighfari është prej gjërave që e pret ose e ndalon ose ndikon në mos zbritjen e ndënimit të Allahut subhanahu wa taala. E shumë më shumë ajete tjera që kanë të bëj me ta. Kjo sa i përket gjërave që prishin namazin, me kruhatet e namazit, edhe namazit vullnetar, që është përmbyll ky kapitull sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Shejku para se me kalu të namazi me xhamat, i përmend edhe kohet në cilat namazi ndalohet në to, po këto i kem përmend më herët, kohet në cilat ndalohet namazi në to. Edhe para se me përfundu pyetjen që e ka bën Adnani në fundin e dersit kaluam që kemi folur për sejdën, nëse dikush pasi që ka jap selam e kujton që e ka harruar një sejdë, çka më vepru? Unë e shikova meselen e pava që ka për dietarëve që thonë që atë rekat do të më përsërit. Domethënë ke jap selam tu ka kujtu që në rekatin e fundit e ke fal vetëm një sejdë. Thonë ky rekat është i pavlefshëm, për shkak se ti e ki përfundu që të reqat duke lënë diçka mongu në ta, e që është njëna sejdë, që e kem përmend që është rukn. Thonë duhet me uqu me fal komplet reqatin, fund se fi sejdë edhe e jap selam. Argumentet dy palëve janë ma shumë logjike si sa që ka ndonjë transmetim nga pejgamberi selam. Shpesh herë problemet që janë brenda namazit, qoftë edhe të sefisedja, edhe të namazi udhëtarit, kur do t'i përmendim, disa mesele janë ma shumë arsyetime logjike se sa që ka detaje prej haditheve. Mënyra tjetër ose mendimi tjetër është mendimi ku thot Sheikhu Themini rahimahullah, thot nëse i kujtohet me njëherë pasi që jap selam që e ka harruar sejdën, njënën sejdë, të reqatit fundit, thot vetëm e bën sejdën, edhe e thot e bën atë sejdë, i thot tehijatin, salavatet, duan, bën se fi sejdë, edhe e jap selam. Që do thot që s'ka nevojë më çume përsërit këtë namazit, mirë po e kompenzon veç atë sejdë. Kjo thot përderisa ai nuk ka bën ndonjë veprim që ka ndikuar që më aprish atij namazin. Domethënë, s'ki nevojë me uzgjuheq, kjo më dak ma afërt Allahu alem, veç e bën çat sejdë e kompenzon, pastaj i thu këto tjerat që vijnë pas sejdës, kjo për shkak se ti hala ke najt në ulje, domethënë s'ki bë veprim diçka që ta ka prish atë reqat. E bën sejdën, e thu tehijatin, edhe këto tehijati, salavatet, doja janë gjëra që edhe në esencë vijnë pas kësaj, pas këtij veprimi. Tash ti vepron këto edhe një herë, bën se fi sejdë, edhe jap selam, edhe inshallah namazi është i plot. Allah është shpërblyes për dëgjimin, më bëni Allah nëse e kam zgjat, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.